Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë edhe sot deri në orën 12 të mesditës për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Vendi është tronditur mbrëmjen e djeshme nga 2 atentate, një në Lezhë dhe një në Tiranë. 4 persona janë plagosur në një atentat me armë zjarri që ndodhi në mbrëmjen e djeshme në Tiranë, në zonën e Lundrës. Unë ka në një lidhje direkte në këto momente gazetarin e Inside Story Elvis Myrtaj, ndërkohë që dua të përshëndes edhe avokatin Gent Rumano. Përshëndetje. Mëngjesi, faleminderit. Kënaqësi për prezencën. Faleminderit ju. Do doja ta nisni me një informacion të detajuar nga Elvisi, duke qenë se janë ngjarjet e momentit të fundit dhe do donim detaje. Çfarë dihet deri tani? Do ta nisim me ngjarjen e Tiranës, 4 të plagosur, 2 prej tyre të mitur, njëri në gjendje të rëndë. Elvis. Fiori, mirëmëngjes. Si fillim është një ngjarje e rëndë për të cilën tashmë policia e Tiranës ka arritur të marrë dhe deklarimet e para të personave që mbetën të plagosur në këtë ngjarje, paktën shoferi dhe 19 vjeçari Klaus Mullaj janë marrë deklarimet e para ndaj tyre, të cilët kanë shpjeguar dhe pothuajse të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë, Fiori, ku sipas tyre fillimisht ata prita pra i është bërë sapo kalon rrethin e Shkozës dhe futesh për në Unazën e Madhe. Dhe sipas tyre ato të paktën për gati 1.5 kilometra janë qelluar nga atentatorët që kanë qenë ndjekje të tyre dhe më pas pra pikërisht në tregun agro-ushqimor, pra në tregun e ri agro-ushqimor që është ndërtuar së fundmi pra në Unazën e Madhe, aty ka mundur pra që shoferi Aren Stafa të largohet nga atentatorët dhe të shkojnë në drejtim të Lundrës. Këto janë deklarimet e para për sa i përket shoferit dhe shokut të pra shokut të kanë deklaruar që kishin probleme? Jo, shoferi faktën dhe nga informacionet që ka policia, por dhe vetë nga deklarimet e të dy, si 19 vjeçari, ashtu dhe shoferi i Pelikani Transport ka deklaruar që nuk kanë probleme, por dhe burime nga grupi hetimor tregojnë që të paktën për Aren Stafën është një person familjar i cili nuk ka probleme me drejtësinë, ka punuar prej vitesh në kompaninë ku edhe ka punuar si shofer si në kompaninë Pelikani Security, por dhe si shofer i familjes Demiraj. Por ajo çka është e rëndësishme të thuhet, Fiori, që hetuesit pra burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se në automjetin, pra nisur nga dinamika e ngjarjes, sepse fillimisht kanë pasur dyshime që mund të jetë ngatruar shënjestra, pra se duke qenë se edhe personat kanë qenë fëmijë, pra ndërsa për sa i përket 19 vjeçarit, ai kishte vetëm 2 ditë që ishte kthyer nga Britania e Madhe pasi studionte atje dhe ishte kthyer për Pashk. Ditën e djeshme ka pasur ditëlindjen 11 vjeçari, fillimisht kanë qenë një kompleks në zonën e Shijakut dhe më pas kanë ardhur drejt Tiranës ku për të festuar me familjarët e tyre, ndërsa ka dyshime, pra grupi hetimor po thoja që ka dyshime që brenda automjetit, nisur dhe nga dinamika, nisur dhe nga fakti që ato janë transportuar me automjete private nga Lundra në drejtim të Spitalit Traumës, dhe ka dyshime që në automjet mund të ketë qenë dhe një person i pestë, të i cili mund të ketë qenë dhe objektivi atentati. Është larguar. Pasi kjo mbetet për të parë nga grupi hetimor, nuk dihet nëse është larguar apo ka ndihmuar të plagosurit të transportojë së bashku me persona të tjerë drejt spitalit. Kjo mbetet për të parë një hetimet në vijim, sepse ndërsa ajo çka hetuesit, pra të paktën nga komunikimet që unë kam pasur të thonë me bindje, është fakti që atentati ka qenë i mirë organizuar,
për sa i përket automjetit, ka qenë objektiv pikërisht ai automjet, është ndjekur për jo vetëm në momentin që është bërë prita, ka dyshime që kanë qenë është vëzhguar më parë, le të themi, të cilët i kanë mbajtur në vëzhgim dhe në momentin që kanë goditur, ka dyshime që ka pasur dhe një person tjetër. Paktën janë këto hetimet paraprake, por do t'jenë hetimet si është gjendja e të plagosurve, Elvis? Si është gjendja e të plagosurve? Atëre, lidhur me gjendjen e të plagosurve, fatmirësisht 17 vjeçari e ka kaluar, pra djali i biznesmenit e ka kaluar rrezikun për jetën, ai në orët e para të mëngjesit është transportuar në një spital privat, pra e ka lënë spitalin në Tramës, i vetmi pra që është tashmë vijon të jetë në gjendje kritike për jetën, është pikërisht pra 11 vjeçari nipi i biznesmenit, fatmirësisht, fatkeqësisht më i vogli është në gjendje kritike për jetën dhe shpresojmë që dhe ai të kalojë rrezikun dhe gjendja e tij stabilizohet ashtu si dhe kushëriri i tij, i cili vetëm mëngjesin e sotëm pra është transportuar në një spital privat, por fatmirësisht është në gjendje stabil, ashtu si dhe shoku i tij Klaus Mullaj, i cili kishte ardhur vetëm pak ditë nga Britania, atje ku studionte. Ne do të rilidhemi për një tjetër ngjarje vërtet shumë të rëndë të ndodhur në Lezhë, por dua t'i jap fjalën avokatit. Avokat, ndjes që ju lash të prisnit, por është një ngjarje e rëndë e ndodhur mbrëmjen e djeshme dhe pa diskutim që duhet dhënë një informacion i detajuar edhe për teleshikuesit. Ngjarje që duhet marrë vëmendje në mënyrë urgjente. Ngjarje që duhet të jepet rëndësia nga ana e institucioneve, policia, pa diskutim së bashku me prokurorinë e Tiranës, duhet bëjnë përpjekjet maksimale në mbledhjen e provave të para, ato prova cilat mund të bëjnë edhe ndryshimin e rrjedhës hetimit, provat kryesore ato që janë të kamerave, vëzhgimit kamerat që janë të instaluara në rrugët kryesore Tiranës, edhe në ato rrugë ka ndodhur ngjarja, e cila do të krijojë edhe dinamikën e mekanizmit të ngjarjes, duke parë që ku ka ndodhur ngjarja dhe kohën se nga vinin autorët. Pa diskutim që këtë lloj hetimi mendoj që qoftë prokurorët, qoftë edhe oficerët e policisë gjyqësore tashmë do ta kenë bërë dhe do ta kenë mbledhur në mënyrë të mjaftueshme provat të kësaj natyre për të arritur edhe deri në zbulimin e autorëve. Ta mendoni, avokat, që për 2 ditë Tirana është tronditur nga plumbat, pati edhe tjetër incident. Kemi patur një situatë shumë të qetë gjatë kësaj kohe, ndoshta një ark kohor prej një muaj e gjysmë, ndoshta edhe 2 muaj që nuk dëgjonim ngjarje të kësaj natyre. Kjo është edhe ngjarje ku përfshihen edhe të mitur, pra në cilësinë e viktimës. E bën edhe më dramatike. Dhe i jep pak edhe notat dramatike, po për fatkeqësisht ata nuk ndodhen tek dramatike, apo ndodhen edhe më tepër se sa dramatike, dhe kur mendohet që t'japësh edhe opinion ose ta komentosh këtë ngjarje është shumë e vështirë. Le të shpresojmë që gjendja e 11 vjeçarit stabilizohet. Pa diskutim i urojmë në mënyrë sa më të shpejtë që të ketë përmirësim të gjendjes shëndetësore, sqarim të menjëhershëm nga ana e policisë, identifikim të menjëhershëm nga ana e policisë të autorëve të ngjarjes, bashkëpunim të menjëhershëm nga ana e viktimave, nëse do të jetë mundur që të krijojnë një përshtypje të ngjarjes. Nga dëshmitë që kanë dhënë të plagosurit, kanë thënë që jemi qelluar për 1.5 kilometër. Pra, mund të kenë patur apo është periudhë tensioni dhe s'ka patur nuk e kanë mundësinë, unë mendoj që nuk e kanë mundësinë që të identifikojnë automjetin apo subjektet që kanë qelluar, por ama kanë mundësinë që të identifikojnë subjektet të tjera me të cilën kanë konflikte potenciale dhe që mund të japin një orientim të menjëhershëm prokurorisë dhe oficerëve të policisë gjyqësore në mbledhjen e provave dhe ndoshta edhe në ndalimin e personave. Qartë. Dhe do të kalojmë tek një dosje
shumë e diskutuar, janë bërë 10 seansa, një dosje që le të themi është jo vetëm voluminoze, por ka edhe dita ditës surpriza dhe të papritura, e kam fjalën për plumbin e artë. Dje ka dështuar seansa e radhës, është hyrë për me datën 22 prill, ndërkohë që nuk kanë munguar tensionet. Një prej avokatëve ka braktisur madje përkohësisht sallën e gjyqit, duke qenë se ju jeni avokat i njërit prej dëshmitarëve, le të themi, dhe protagonistëve të kësaj dosjeje. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Po, të them drejtën, kjo është një situatë e përsëritur në këtë proces gjyqësor. Ditën e djeshme ka eskaluar situata për shkak edhe një deklarimi të papërshtatshëm që është bërë nga bashkëpunëtori i drejtësisë, kundrejt jo njërit, por 3 avokatëve. Dhe njëri prej avokatëve nuk ka reaguar duke kërkuar llogari qoftë organit procedues, prokurorisë, qoftë gjykatës, qoftë edhe vetë bashkëpunëtorit të drejtësisë, duke qenë se e ka konsideruar veten të cënuar dhe të kërcënuar më shumë në sallën e gjyqit, në një moment që ishte edhe seanca në vijim, seanca gjyqësore, duke vendosur që të braktisë seancën gjyqësore për shkak të mos reagimit nga ana qoftë e prokurorisë, qoftë edhe e gjykatës. Në situatat të këtilla, gjykata... Në kushtet e një skandali, apo le të themi që... Ju them që është situatë e përsëritur dhe ne shikojmë që nuk merren masa nga ana e prokurorisë. Gjykata për hir të vërtetës është edhe në ato kushtet që nuk don që të krijojë situata të kësaj natyre gjatë procesit gjyqësor, po që... Kur thoni avokat që nuk merren masa nga ana e prokurorisë, për çfarë keni fjalën konkretisht? Nuk mundet të dot, nuk mundet të dot. Po, paka shumë e dini procedurën, se çfarë ndodh. Ka ndodhur në 3 situata të kësaj natyre, pra kjo ishte radha e 3, ku krijohen përplasje nga ana e bashkëpunëtorëve drejtësisë me avokatët. Avokati në atë proces është për të realizuar punën e tij. Punën e tij avokati do ta realizojë në të gjitha format e mundshme për të zbuluar të vërtetën. Ne në atë proces i jemi për të zbuluar të vërtetën. Ne i kemi konsideruar hetimet e prokurorisë gjithsecili avokat. Pra, duke qenë se flasim gjithmonë në mënyrë të përbashkët për procesin gjyqësor që po zhvillohet, i ka konsideruar të pamjaftueshme dhe akuzat që janë ngritur për disa prej të pandehurve edhe si të paprovuara dhe për më tepër të mbështetura vetëm në deklarimin që është dhënë nga bashkëpunëtori i drejtësisë. Në kushtet kur nuk ka prova të mjaftueshme nga ana prokurorisë dhe prokuroria mbështetet vetëm mbi deklarimin e bashkëpunëtorit i drejtësisë, për më tepër që është një deklarim indirekt, automatikisht prokuroria do të krijonte një situatë në cilën avokatët do të kërkonin që të zbulohet e vërteta. Duke qenë se ndodhemi në fazën e pyetjes së bashkëpunëtorit të drejtësisë, pra si elementi kyç i këtij procesi gjyqësor, hetimor dhe gjyqësor, pa diskutim, nga ana avokatëve do të bëhet e pamundura që të zbulojnë nëpërmjet pyetjeve që i drejtojnë bashkëpunëtorit drejtësisë, të zbulojnë vërtetën për të përfaqësuarit e tyre. Kjo situatë nuk i pëlqen prokurorisë, sepse pretendon që e ka kryer këtë mision. Pa diskutim, prokuroria do të mbrojë tezën e saj të akuzës, dhe këtë akuzë ka të ngritur vetëm mbi bazën e deklarimeve të bashkëpunëtorit drejtësisë. Që në krye të herës kemi thënë që deklarimet e bashkëpunëtorit drejtësisë jo vetëm që janë të pamjaftueshme, por nuk janë as të vërteta. Jo vetëm që kanë mbajtur rezerva, por nuk ka thënë as të vërtetën. Do të thotë, në çështjet që ai ka ngritur, në rastet që ai ka parashtruar gjatë deklarimeve në cilësinë e bashkëpunëtorit drejtësisë, në dyshimin ton, por kjo që do të rezultojë edhe provuar dhe ka rezultuar e provuar edhe gjatë procesit gjyqësor,
bashkëpunëtori i drejtësisë ka zëvendësuar persona të cilët kanë kryer veprën penale me subjekte të tjera. Që do të thotë, ajo që nuk ka realizuar nëpërmjet ngjarjeve kriminale bashkëpunëtori i drejtësisë, i ka realizuar më pas nëpërmjet deklarimeve që ai ka bërë në më fal Flori ta mbaroj. I ka realizuar nëpërmjet deklarimeve në cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Pra, kjo është gjithmonë në dyshimin tonë dhe ne këtë po përpiqemi që t'i provojmë gjykatës në proces. Pra, bashkëpunëtori i drejtësisë, ata që nuk ka goditur me ngjarje kriminale, i ka goditur nëpërmjet deklarimeve dhe ata sot janë ose në ndjekje penale ose janë në gjykim në këtë moment. Zoti Romano, ju jeni avokat i një prej bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Jo, unë jam avokat i një prej pandehurve. I përfaqësuari prej meje, ka patur statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, një marrëveshje e cila u revokua nga ana e prokurorisë, për rrethanën ose për pretendimin nga ana e prokurorisë që mbante rezerva në deklarimet e tij. Mund ta kemi dhe emrin se s'ka asnjë problem. Unë përfaqësoj pandehurin Henrik Hoxhaj. Marrëveshja sepse është vetmja marrëveshje e revokuar nga që e ka humbur statusin e bashkëpunëtorit. Është revokuar marrëveshja. Që në krye të herës e kam kërkuar që ky revokim është i pavlefshëm sepse prokuroria nuk ka provuar dot të kundërtën e atyre që ka deklaruar i përfaqësuari prej meje. Ndërkohë që rezulton tërësisht e provuar jo vetëm nga ana jonë, sepse ne procesin gjyqësor po realizojmë mbi provat që ka realizuar prokuroria, por bashkëpunëtorët e drejtësisë kanë mbajtur rezerva, ose kryesisht ai që është më kryesori, ka mbajtur rezerva drastike për sa i përket deklarimeve që ai ka realizuar përpara prokurorisë edhe për ato që po realizohen përpara gjykatës. Një nga ngjarjet ka 4 versione të ndryshme, të konstatuara dhe të konfirmuara, pra ka 4 dëshmi të ndryshme që i ka në version të ndryshëm për sa i përket deklarimit që ai jep, dhe është një nga ngjarjet më kryesore. Pra, aty ku kryesisht është fokusi edhe i mbrojtjes në këtë moment. Dhe ditën e djeshme, pikërisht në kuadër të pyetjeve që janë parashtruar bashkëpunëtorit drejtësisë dhe përgjigjeve që ai ka dhënë, janë konstatuar këto rrethana. Prokuroria, kur konstaton që bashkëpunëtori i drejtësisë ndodhet në vështirësi të përgjigjes, automatikisht ndërhyn duke shkaktuar edhe gjithashtu edhe një konfuzion, jo tensionin, por një konfuzion në procesin gjyqësor. Tensioni ka ardhur si rezultat i ndërhyrjeve në proces qoftë prokurorisë, qoftë pyetjeve që janë bërë nga ana e mbrojtjes dhe përgjigjeve që ka dhënë bashkëpunëtori i drejtësisë. Dhe në ato momente bashkëpunëtori i drejtësisë është drejtuar disa prej avokatëve, pra 3 prej avokatëve të cilët edhe emrat janë bërë prezent në media, sepse ishte e pranishme media dhe shqyqyr që kemi media, kemi bërë një përpjekje shumë të madhe për të rikthyer median në procesin gjyqësor në momentin që nga ana e gjykatës u mor një vendim që seanca të realizojë me dyert të mbyllura dhe më pas për shkak dhe në sajt të këmbguljes që kanë patur avokatët, ky vendim është revokuar nga ana e gjykatës dhe është lejuar media që të jetë prezente dhe që të jetë gjithçka transparente për procesin gjyqësor. Ne dim shumë mirë, kjo nuk është për të krijuar një anshmëri të medias, ne dim shumë mirë se si raportohet nga ana e medias, pra që janë raportime korrekte, dhe ditën e djeshme të gjithë gazetarët që kanë qenë prezent e kanë konstatuar vetë personalisht ishin të shpitar, le të themi. Absolutisht, domethënë që gjithçka ka ndodhur në seancë gjyqësore, por e dinë edhe shumë mirë sepse e kanë raportuar edhe në raste të tjera që është rast i përsëritur. Krijohet një situatë kaotike, po. Njëri prej avokatëve me guxim realisht ju kthye qoftë organit procedues, qoftë edhe bashkëpunëtorit drejtësisë lidhur me kërcënimin që ai realizoi. Nga ana e avokatëve më pas mor një vendim të cilin unë ja parashtrova dhe gjykatës që të kërkonte në mënyrë të menjëhershme të njoftohej prokuroria e posaçme dhe drejtuesi i prokurorisë lidhur me incidentin që ndodhi, lidhur me qëndrimin që është mbajtur nga organi procedues gjatë seancës dhe gjithashtu të ndërpriste seancën sepse ne nuk mundeshim dot që të vazhdonim në atë situatë kur ngarkesa psikologjike
nuk të lejon që vijimin e situatës. Kjo ngarkesë psikologjike nuk është vetëm për avokatët, gjithashtu është edhe për gjyqtarët, cilët duhet që të drejtojnë dhe të menaxhojnë procesin gjyqësor, gjithashtu është edhe për bashkëpunëtorin të drejtësisë, i cili duhet t'japi dhe ai përgjigjet e tij, po edhe organi procedues. Por që të kemi një menaxhim sa më të mirë të procesit gjyqësor, duhet që organi procedues të marrë masa të menjëhershme karshi bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kjo do të thotë që Neni 36A dhe 37A të kodit të procedurës penale kanë të sankcionuara disa standarde dhe kritere për sa i përket bashkëpunimit me drejtësinë, nga ana e subjekteve që kërkojnë që të bashkëpunojnë me drejtësinë. Dhe nëse shkelen këto standarde, automatikisht ndodhemi përpara revokimit të marrëveshjes. Ne përshikojmë që kemi një por kemi një rezistencë nga ana e prokurorisë për të besuar të pavërtetat që thuan në proces nga ana e bashkëpunëtorit drejtësisë. Edhe pse këto të pavërtetat janë zbuluar, nuk themi që i kemi zbuluar ne. Këto i ka zbuluar prokuroria, por i ka kamufluar dhe në vlerësimin tonë kjo është për të mbrojtur bashkëpunëtorin e drejtësisë dhe për të mbrojtur tezën e tij nëpërmjet akuzave që ka paraqitur, por ndërkohë këto janë tërësisht të pavërteta. Avokat, unë e di që jeni shumë i ngarkuar, po ju lë të lirë përpara se të vijoj bisedën me kolegun Myrtaj. Faleminderit shumë për të gjitha detajet që solle me ne sot në breaking. Ditë të mbarë, ndërkohë, Elvis, shpresoj të kem në linjë. Dëgjuam zotin Rumano të na jepte detaje në lidhje me seancën e djeshme për një dosje nga më të bujshme të plumbi i art, po tani lidhur me këtë çështje Fiori, patjetër që do ketë akuza dhe kundër akuza si nga ana, pak nga ana e mbrojtjes, pasi kemi persona që janë përfolur gjithmonë botën e krimit, tashmë janë në akuzë për ngjarje të rënda kriminale. Ajo çka do thoja unë patjetër që do ketë tension në këtë seancë, do ketë tension pasi ditën e djeshme të paktën ishte përballja mes Henrik Hoxhait dhe Doreti Dumanit, që kanë qenë paktën dy personazhe kryesorë, madje në një moment Henrik Hoxhai i është drejtuar Dumanit, po më flet sikur me qenë ti generali. Pra, kishte një tension mes tyre. Kjo marr shkas dhe nga humbja e statusit të këtij personazhi, pasi kujtojmë që fillimisht ka qenë pikërisht dhe Henrik Hoxhai, që ka treguar pak a shumë ngjarje ka treguar tjetat ngjarje që prokuroria e posaçme sot ka hartuar dhe ka përpiluar fashikujt e dosjes hetimore. Pra kujtojmë që aty janë dhe thënjet e atij përveç Dumanit, dhe në atë kohë thënjet e të dyve përputheshin me njëra tjetrën. Ndërsa lidhur me kërcënimin e avokatëve, vetë prokuroria, pra sipas prokurorit i cili e tha në sallën e gjyqit që kjo është një lojë procedurale e avokatëve me qëllim djegjen e afateve të paraburgimit, pasi nëse ditën e djeshme pra seanca do të shtyhej, pra nëse gjykata nuk do të pezullonte afatet e burgimit, shumica e personave që janë të marrë pandehur në atë çështje i përfundonin afatet dhe liroheshin nga burgu. Paktën ky ka qenë pretendimi i avokatëve mbrojtës. Por tashmë lidhur me thënjet dhe lidhur me akuzat e të paktën mbrojtësve drejt Dumanit, do t'jetë gjykata ajo e cila në fund pra do vendosi nëse thënjet e tij kanë qenë të vërteta apo jo, nëse nga thënjet e tij janë gjendur prova apo jo. Pra jemi ende në fazën e pyetjes së dëshmitarit drejtësisë, kemi dhe fazën e mbledhjes së provave shkresore. Pra është ende herët për të folur mbi këtë proces, mbi dhënat dhe mbi provat që janë mbledhur në terren. Unë them vetëm kaq që në disa prej episodeve që Nurettin Dumani ka treguar 2 vite më parë, jemi sot kur janë zbardhur një pjesë e Sky Encrochatit,
që përputhen pra dëshmitë e tij me komunikimet që ka pasur. Kështu që mbetet për të parë. Po, do të jetë një proces i gjatë, besoj. Do të kalojmë në një tjetër ngjarje të rëndë që ka tronditur Lezhën mbrëmjen e djeshme, atentati në Lezhë. Ka një viktim, djali i viktimës ishte përfshirë në vrasjen e Brillant Martinajt, paktën këtë deklarojnë mediat. Për kë bëhet fjalë, kush është viktima, çfarë ka ndodhur konkretisht? Atëherë kemi një ngjarje të rëndë ditën e djeshme, e cila ka ndodhur rreth orës 20:45 në fshatin Pllaj të Lezhës, dhe sipas dinamikës gjithë kësaj ngjarje fjor, dyshohet se kanë marrë pjesë të paktën 3 persona. Ka qenë një person i cili ka shërbyer si shofer, dhe një tjetër për të dhënë indicia dhe për të dhënë informacion mbi lëvizjet e viktimës. Për sa i përket dinamikës, pra, ka qenë një automjet tip Porsche, i cili është afruar në lokalin, pra i cili ka qenë biznes i familjes Prendi, pra i Gjovalin Prendit, një person i maskuar me kapuç, pra ka pas një kapuç dhe një xhup të zi, është afruar pranë derës së lokalit dhe ka qelluar me breshëri drejt 65 vjeçarit, cili fillimisht e ka plagosur rënd, por ka humbur rrugën, fatkeqësisht ka humbur jetën rrugës për në spitalin e Lezhës. Hetuesit, pra grupi hetimor, pistën kryesore që po heton për këtë ngjarje është pikërisht pra pista e hakmarrjes, pasi viktima është babai i Rohan Brahimit, apo i njohur dhe me emrin si Dorel Prendi. Rohan Brahimi dihet që është një personazh i cili ka qenë i skeduar për disa vepra kriminale në zonën, që ka operuar në zonën e Fushkruajës, ka qenë pjesë e grupit të Fushkruajës, më konkretisht ka qenë mik i ngushtë me Ramazan Rajën, pra nipin e ish deputetit Raman Raja, është një personazh që njihej në botën e krimit, njihej për konfliktet e tij që ka pasur me Ervis Martinajn, pra i cili prej 2 vite, më shumë se 2 vite dhe ky i fundit është i zhdukur dhe nuk dihet ende për mbi fatin e tij. Ka nisur një konflikt me këtë të fundit gati 3 vite gjysmë më parë për një borxh që ai ka pasur, pra që i ka pasur për sa i përket lojrave të fatit, ka qenë pikërisht pra Ervis Martinaj, i cili e ka marrë këtë person në zonën e tij nëpërmjet Ylli Ibrahimit, të cilin e ka pas pra viktima, pra Rohan Brahimi e ka pas të afërmin e tij. Aty është dhunuar në ambientet e lokalit, për ta mbyllur fjalë se që s'ka shumë minutazh, aty është dhunuar në ambientet e lokalit ku është marrë, ka dalë dhe ka nisur e gjithë përplasja. Akuzohet për atentatin e 3 fish të 3 viteve më parë në zonën e Fushkruajës, pra ku mbeti i vrarë Brillant Martinaj me 2 miqtë e tij. Gjithashtu akuzohet dhe për vrasjen e rreth 1 viti më parë të Gentian Betjes në zonën e Fushkruajës, pasi janë arrestuar për këtë ngjarje pikërisht të afërmit e tij. Pra kemi të bëjmë, le të themi, me një hakmarrje. Është për Ylli Ibrahimin. Pra është një personazh që i ka qenë futur në botën e krimit prej 1 viti. Ai ishte i larguar nga Shqipëria, qëndronte mes Dubait dhe Greqisë, ku dhe u arrestua. Ndërsa ajo çka unë do të shtoja një detaj lidhur me ngjarjen e djeshme është fakti që në momentin pra kur është bërë atentati ndaj Ylli Ibrahimit, babai pra viktima e djeshme, pra babai i Rohan Brahimit ka deklaruar që ne kemi mik familja atë dhe nuk kemi kontakte me djalin ton prej më shumë se 1 viti. Pra ka qenë pikërisht kjo që dyshohet pra që ka nisur të ky konflikt. Gjithsesi janë pistat e hakmarrjes, ato që patjetër që po, dërsa ditën e djeshme janë marrë pyetje disa persona nga zona e Fushkuqës, të cilët ka dyshime se kanë informacion dhe dijeni mbi ngjarjen e djeshme. Elvis, të falenderoj shumë për të gjitha detajet, informacionet që ndave me ne. Faleminderit. Faleminderit. Ditë të mbarë, do të kalojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.